Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam. Shikues të nderuar, nata e Kadrit. Në 10 e fundit duhet të kërkohet nata e Kadrit, një natë që vlen më shumë se sa 1000 muaj. 83 vite e diçka janë 1000 muaj. Një jetë e njeriut, ai i cili e shfrytëzon këtë natë, do të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala me më shumë veprime se sa po ta kishte adhuruar Allahun për 83 vite. Një jetë kushtuar Allahut azza wa jall është sikur kjo natë. Andaj, ta shfrytëzojmë këtë natë me lutje tek Allahu azza wa jall dhe me namaz dhe me kërkim falje, që Allahu azza wa jall të na ndryshojë gjendjen tonë për të mirë. Në këtë natë caktohen veprimet e njerëzve, andaj të caktoj Allahu azza wa jall për neve atë më të mirën, gjë që ndoshta do të përmirësohemi tash e tutje ajo që na ka mbetur nga jeta jonë. Lutni Allahun, afroni tek Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.